ISIS-i pra, organizata makabër, terroriste, fillimisht anti-islame, nuk është asgjë tjetër, por është krahu militant i frymës vehabiste, që ka nis në Arabinë Saudite. Arabia Saudite për vite të tëra, në betejën gjeokulturore me Osmanët, me Turqit, me Arabët e tjerë, me Persianët, është mundu që të frymën e Abdul Wahabit me e futën në botën islame për influencë edhe fetare, edhe politike, dhe që në fakt i nevojitej edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kjo, sepse nëpërmes Arabisë Saudite, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si shteti më i fuqishëm, më lehtë po vendosnin figurat e shahut në tabelën e re që po krijohej jo vetëm në lindjen e mesme, por gjithandej në botën islame. Që kjo frym, pra Ahmet, tash po vite fundi asaj çka pyetet në fillim, që kjo frym ka qenë prezente edhe tek ne. Ka pas njerëz, une ka njëre... Dhe kjo jo domos do lidhet me njërin nga shtetet, por... Mos them po çuditëm po. Shiqo, gjatë kohës kur ka qenë lufta në Siri, unë kam qenë ndër më të zëshmit, jo më i zëshmi, por ndër më të zëshmit kundër qësaj fryme që të rinjet tanë, hoxhallarët tanë, të mos nxisin e të mos nxiten të rinjet tanë të shkojnë në një luftë që është e pakuptimt, që nuk ka të bëj me islamin, por ka të bëj me interesat e reja perëndimore që po rikonfigurohen në botën islame. Në atë kohë jam quajtur Vestofil.